Përshëndetje nga klinika Unique. Sot kemi një rast nga një paciente e cila na ka ardhur nga Bergamo. Kemi një rehabilitim total të nofullës së sipërme me 4 implante. Kjo është masa që na ka ardhur nga laboratori. Në rastin ton ne bëjmë çdo punim të mundshëm me material titani, pra jo krom kobalti. Duke qenë se është shumë i lehtë, shumë i pastër, biokompatibël dhe normalisht jep një peshë shumë të lehtë pjesës punimit dhe pacienti nuk e ndjen fare në gojë. Ky është depunimi proteza e cila ka ardhur në full zirkon. Pjesa e kuqe është pjesa e imitimit të gëngives e punuar me ceramik. Nuk e bëj me kompozit, gjithmonë me ceramik. Duke qenë se shumë e pastër, nuk mban aromë dhe shumë cilësore. Mund të shikojmë që është zirkon multi-layer, mund ta shikohet edhe nga pjesa ngjyrëse pak më natyrale, duke imituar shumë një pjesën e dhëmbit, të transparencën në pjesën e poshtme dhe fundore të margus së dhëmbit. Arsyeja pse përdoret pjesa e barrës së titanit në punime. Në rastin konkret, për të bërë 12 kurora zirkoni, normalisht që të bëhet një shpërndarje shumë e mirë dhe shumë e sakt e peshës dhe forcës së kafshimit të gjitha implantet, i detyruar që të bëhet pjesa e strukturës së titanit. Në këtë mënyrë, duke qenë se zirkoni elasticitetin e ka 0, nuk pranon asnjë lloj tolerimi dhe asnjë lloj gabimi në punim. Kjo barrë bën shpërndarjen e forcave të njëjtë tek të gjitha implantet. Atëherë, siç mund ta shikojmë precizonin e arritur nga laboratori, kemi një punim perfekt. Ky është materiali i titanit. Këto janë pjesët ku vendosen muat, të cilët bën bashkimin e implantave me barrën e titanit dhe hyn në një precizion perfekt, sipas formës së zirkonit. Dhe le ta shikojmë në momentin që të vendoset në gojën e pacientit. Ky është punimi definitiv i cili pacienti do ta ketë në gojë. Siç mund ta shikoni, ka një përputhje perfekte me pjesën e gingives së pacientit.